Bravo, vajza, bravo, bravo. Ja. Ja, dhe sonte të njëjtën gjë. Do flasim për këto halle. Hec na gjeti. Të shmi më kjo që shkrejur. Më të gjonit e? Ja, po na lënë ne, po shiva të dyja që bëjnë atje më shumë. Po që më që bëjnë atje më shumë. Veçi, nga kjo muzika lartë, ule pra i qikë ule qikë zonin, se s'veçi ka të qupa nga Vlora, që që ajo tjetra, si e kishtë ajo? O moj vajza nga Vlora. O moj vajza nga Vlora. Më e urime, madhe ke qenë do mbete shë. Goca, ini mirini me. Se njerëzit ju shojnë nga përbal, nga këtu ku ju shojnë. Goca, si ndjeni sot? Shumë mirë. Si ndjeni? Klaudia, shikon me shumë bel. Shikon ke ka. Shikon ke ka për ajo të. Oke. Digjo, a mund t'i vëm një kamera që t'i mbajmë gjatë gjithë kohës me frymën e mbledh? Oke, që t'jetë gjithat kontraktuara, që t'ri kështu. Ku brava, të lume. A shumë përsi kupton apo ja? Do bel poe, do shpatula poe, do poe, do... Të mirat e botës janë mbledhur. E të mendosh që televizori të shëndosh 5 kile. Po, e prandaj, Sa? 5. Pra, një shoqe e unë që thot jam 59. Fajti ki nuk është 59. Pra, në qofë se je 76, edhe 5 shko 81. 81. Kuptova. Mi më brenda përshëndetim se vini sonë në sotë në fjanë. Hajmi, brema shqitarë, bekuar qofshi. Amin. Tani vajza, Clintonin, ju e njifni, pudheni pak. E kush nuk. Ajde mërdi. Kush nuk e një Clinton Qaprasin, Qapkënin e vogël, Duararti Fili. Little Rascal. Qamaroku i vogël. Clintoni. Është një qamaroku i vogël. Kur del botë Vox Popë, kishe momente që njeri nuk ja fare, kupton apo jo. Netin edhe të grinde, pasaj shaj me njerëz në rrugë. Bënde shere, pinde bira. Ti s'më jep mua një Vox Popë që shelë për gjithë. Po të marrë shpirë të flokësh. E vete me grazi ishe. Ndërko, në netin një natë, dhe mendoj. Në ato netet e gjata të kësa mendohej. Ato të pa gjumëtat të ti. Sa pse mos dalë, tha të bëj këto lojrat. Pas i bëri këto lutet, Zot më bëj më të bukur. Zot më bëj më të zgjuar. Zot më jep kra, tha të bëj këto. Dhe këtë rrallë dolit bërja të lojnë e shapkave, vajzë. Dini kush është lojë e shapkave? Si jo kanë rrallë një me shapkë? Si luajtë në njërë me shapkë? Nuk jo kanë rrallë me shapkë një njërë? Pa jo është! Të të luaj me shapkë, si da unë të luaj. Po me shapka keni vrapuar në njërë? Me shapka, po. Si keni vrapuar? Si? Me shapka me gisht. Nuk vrapohet ashtu, me shapkë futen shapka të këtu. Dhe? Kopë të shpeta faqe bardë. Oke, ja bra. Te Sheshi dhe Medani dhe Clinton Kapedani. Kjo a qikë debat. Nese, me jeni pak me vëmëndje. Ka fitu vetëm joni 20.000 lekë shimë plak. A du ishin legët për një shapkë. Një shapkë. Në fakt i thash, do të edhin tavolin 2 palë shapkat. Më thënë 4 copë gjithëzej, po Clintoni me të pani dhe legët. E diti si Clintoni për legët. Pare punës do shkollaj të edhe shapkën. Po, pa ditë. Njoni nga do e hoqëm, se do të me hedhë shapkën rëshkiti, edhe ra shapka aksidentalisht, jo se ovi. Dijeni pak. Miqtë e emisioni Stop, përshëndetje. Sot do të bëjmë një lojë të rrezikshme. Mbani mend kur ishit të vegjël dhe mami ju qellonte me shapkë sa herë bënit gabime? Sot ka ardhur shanse që ju ta ktheni shapkën mbrapsht dhe të fitoni dhe para. Më ndiqni. Miti, ku i kam shapkat? Hajde këtu, çfarë numri je? Unë jam numri 42 shimi i fjallë. 1, 2, 3. Këtu, këtu. Një herë. Pra ta heqim e çorapën.
Hiqe fare. Të lumë. Po si kam vra kamën punër. Po s'ke fare bosh të ladhesh gjithë ditën. 1, 2. Ty t'ka gjyt në njerë mami me shapë? Po. Ka gjujtë? Po. Tani është momenti që do t'jap unë shansin që t'qëllosh ti me shapë. Po sa dit patatja. Hajde, inshallah. Hajde. 1, 2. Ska gjës. Atë shapkës ke për ta vënë kurrë. Ja, këtu do t'jemi. Ja, këtu do t'jemi. Çaj kokën tash në rerat. Hajde njerë një shans, hajde. Gjuar mirë, duhet gjush Duhet të gjesh më fort. më gup. 1, 2, 3. 1, 2. You are not lucky for the day. Ta eqim pra ish i atlete. Jepi, 1, 2. Zbog. As na dar më jo. Ashtu. 1, 2. Hajde, shapka, hajde. Po ti prap fillove më i budallaqe? Po harrovi që dje u rafe për këtë sebim? Nuk baj me, sa shumë ka rafë si s'baj me fare. Ato shapkat me lastik nga ato, O, ato të vjetër, Direkt, merë të shapë. direkt, pas koke. Vetëm të ja ku ishte në lej bën njerëz atë. 1, 2. Ska qëlluar asgjë me shakpun? Jo, vetëm me dru. Qam ka gjujt. Ha, Bate nervas. serios. Rrezik me mashananin pak. Që shapkë ka gjetë në dhone, në dhone bildruni. Qa numri e ke komën? 200. 21. E ca bot më, çfa të gjithë fole juvere? 3. Kuat? Masa! Ba. Ika, e Veç pravo. për pak, hej. 1, 2. Më është i vënë ata gos. 1, 2. Tani duhet ajo. Qa numri e ke komën? 37. Hajde afro këtu. I qek pucën. Mirë i ke mirë. Çorape si ketë grisme. Mirë rahat. Hajde. 1, 2. 3. Ja. S'ke shefa dhe Jo, s'ka gjë. S'ka do kem pat me në event tjetër. Të lumë. Hajde. Paçi. Ta jetë këshu. Bravo, tani. Prit, a ky rri. 1, 2. 3. Toj vallaj. Urdhra 20.000 lekë. Faleminderit. Me 20 birra raki. Do më rroj plaka pram. Dhe kuptohet ishin një 12 nëna atje vërtet gjithë. O çono na sill shapkat, o çono. O qonë shapkat. Vajza ju jeni dakord që t'ju bëjmë dhe juve një lojë? A? Po? Shumë fitojnë 50.000 lekë. Cila nga ju? Qaro, Sa po tash 5 milion euro nuk të japim dot e Xhane, aman. Moj Klaudia, Po Klaudia. ka njerëz që po ishte 1.000 lekë syn beton nga mëngjesit deri në darkë me Po Klaudia. pra, ke qenë gjaxhi që e di këto lekë Çfarë ti vino. thua ti mund 50.000 lekë shoj vetëm thonjtë bëra. Blasi mua për 50.000 Po lekë. thonjtë bëra French. Oh, yeah. Sepse Klaudia ka gjetur një burr miliarder. Një sekond. A më mirë që ka milioner. Jo, miliarder, për që për një javë boni milioner. Na! Me laçke me plaçk. Klaudia, kjo është një shakash, Barsalet, nuk e se ke gjetur ti burrin. Do të gjeja i ty. E do ty të rap, dëng. Dakord? Ha? Qive u skuq. Prandaj po dhe me. U zguje po, i ka punë Allah. Se ti e dhua dhe me. Se nuk e do burri miliarder, okej, na thuaj. Se ne po kërkojmë, po interesoni. Ne jemi duke pyetur këto rrethin e miliarderëve çka ka. Këto peradorite, pretritë për botë Djalë serioz, unë i kam pyetur çan ato, por e keni një miliarder djalë serioz se kemi një në Japoni, pa i nuk di anglisht. Ha? Qa thot po na shan? Qa thot po na shan? Na ka shan, na ka gërdisur. Ate, themi pas pak me një histori të një studente që
Pas ka mbaruar në Firenze me debek për arte grafike. Kupton apo jo? Që i ka dalë nami kot se çka bër? Me debek këto të Firenzesë, kupton apo jo xha? Jo rilindja, jo që nga këto, aman. Kush rilindja? Atyre Firenze. Ne kemi rilindje tonë që është... Ndërkohë, i themi të tërë, ullën një kokën, po ju paralajmërojmë, kupton apo jo? Nuk është kollaj futesh në hierarkinë e restauratorëve të veprave të artit dhe monumente kulturës të në Shqipëri. Pa i ke parë më kishat e Voskopoj, po kanë nivel restaurimi. Bët të morë Gjërgjegjën. I ke parë ato qatit, më qarë bëtë. Restaurua do, po? Po punohet, më se së shkollaj. Themi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Studente, e kupton apo jo ti? Mbaruar në Firenze, kjo për arte grafike, për grafik designer. Nuk e njo, po që në fillim krijova një farë antipatie për të, sepse... Po pa tjetër. Edhe që nga një mendje madhe jere. Po pse më çna ditin e këtu vendet e botës së tretë, kupton apo jo? Kemi dinjitetin. Ne jemi vendi botës së katërt, moj vajzë. Unë e tham dhe po që bëtë. Studentja. Na pas kësh mbaruar atje në Firenze. Bravo i qoftë. E na vikër ka këtu të na bën ka edhe një masë si që është mërë profesional në Politekniku. Ka mbaruar Akademinë e Arteve, Art Grafik Firenze. Në Firenze, Art Grafik. Allora? Do vishtu të shish lëm. Po më se qemi në këto. Ka kriterë, kupton apo jo? Jo, po, erdi nga Firenze ati të ta hapen dy e ty, erdi kjo. Kontesha Vodevuk. Avash. Aty. Nda Lubek se ka endek themin e në anët tona. Nise dhe kjo shqiptarë, dy këtë gjëra. Për nese. Vajti atje në shkolla, atje për të bërë masrin për restaurim monumentesh. Ikonat, kishat, problemet që ka në themelia, në kura, në gjëra, në qakira, në kupton apo jo në gjëra. Tha në vajzë, regjistrohë njërë se kujt dje. E pare punës, fakti që jo ka lënë një studenteve si puna jote ka shku Firenze aty ku e shku. Bravo, të morë shokegjen. Se prej studenteve si puna juaj, ka vajt Firenze aty ku ka vajt. Që i ka vajt numri turistëve nga 1 milion vit në 4. Sa? Shtrojë qikë. Për jush. Nuk shkod. Ma ka në vërita. Firenze, kur e kam papë, kam thonë, ja zëk nuk vit. Të shkosh në Firenze? Do që do pushurit edhe në Venecia, aty më atë fikët. Tup të regja të shpis, pa hajtë përse do të themi. Ja, nuk du me ardhë më Tiranë, pa hajtë përse ke punë në Tiranë për budalla. Nese, digjeni pak studentën, digjeni pak. Zonjosha drejtuar në emisionin Stop ka përfunduar Akademinë e Arteve në Firenze, Itali në degën Art Grafik. Kërkon që të vijojë një master profesional në Universitetin Politeknik këtu në Tiranë në degën e restaurimi monumenteve. E në fakt nuk është lejuar. Ajo është drejtuar në Stop për këtë padrejtësi të bërë nga ky universitet. Atëherë, unë kam studiuar në Akademinë e Arteve të Firenzes për grafik. Jam kthyer prej 2 vjetësh në Shqipëri dhe duke parë opsionet këtu mendova të bëj një master për restaurim monumentesh. Ky master në Shqipëri bëhet vetëm tek Politekniku dhe atë që më shpjeguan kur vajta atje është që unë nuk mund ta bëj këtë master sepse nuk jam një studente inxhinierisë apo arkitekturës. Thonë që është shumë teknike, por aftësitë e mia nuk i kanë matur në asnjë mënyrë, kështu që është çdo gjë e pa verifikueshme. Atë që unë kërkoj është nëse dikush duhet të ketë të drejtën për të studiuar, jam e gatshme edhe kundrejt një testi pranimi. I interesuar në Itali apo në vende të tjera për këtë lloj masteri? A kërkohet domosdoshmërisht ardha nga një fakultet i inxhinierisë dhe i arkitekturës? Absolutisht jo. Ka raste si në Londër për shembull që ndonjëherë nuk duhet as pak një degree apo një bachelor siç quhet në Shqipëri. Boll të kesh një portfolio, dëshirën për të studiuar, sepse tek e fundi për këtë flasim për të studiuar, nuk po shkojmë atje si profesionist, por duam të studiojmë.
Dhe në rastet të tjera si Hollanda, që ka një numër më të kufizuar studentësh, bën një test pranimi, por në këtë test pranimi e gjithë literatura, i gjithë programi ku ti duhet të jesh i përgatitur, është merrsisht i sqaruar dhe vetëm po të mos duash të studiosh nuk bëhesh i aftë. Ti po thuaj që në rast se do kishe mundësitë ekonomike, sot do ishe në një universitet në Holland apo në Londër? Me shumë mundësi po. Tani goce përveç shakave, nuk lejohet të futet, sepse s'ke marru për inxhinjeri, për arkitektur. Bravo, inxhinjeri, ndërtimi, art, ku diun se ne restaurimin e kemi proces serioz. Patjetër. Edhe realisht, te kam për te shakaz dhe sarkazmës apo ironis, një duar do kite shumë. Po këtu mërë djallë të shi në fshati digjet i Klaudia Krijet. Një duar do kite shumë madhe për thërë për gjithë restauratorët në Shqipëri. Mjeshtrat vërtet. Unë nuk e dija që ke nga një rregull dhe duhet zbatuar, jo më është duhet respektuar. Patjetër që po. Duhet ketë inxhinjeri, Thot arkitekturë. goca nuk më marrin mua, më fusin në provime. Jo me, dashke tinë, po si, berimi me tyne tash. Se ke marruar në Firenze, ti të fusin në provime tyne. Hajde më jo dy. E të t'japim ty një nga këto kishat e voskopojës, ta marrësh ti në dorë. Po si. Atje E ti prishësh, e ke parë si janë. Marrësh ti ta prishësh. E di si janë. Yje. Kanë qenë. Si shef qiellin në Yje. Bajtë me te këtë departamenti, mos u regjistro, po qatë, ato e ka regjistruar njerë, por ku kanë lexuar rregulloren. Brava. Që është normale, janë thënë që Ka rregulla kështë shtatëra. Jo, e them seriozisht, që ti mund të kesh mbaruar moj ku të duash, po të shik duke ne. Nëse në Firenze është ahu iu, është i hanë pa porta. Ajo Firencja, mos në hapen shumë ne. E kja Firenze, të me dhe në këtë. Digjeni. Në përmjet kamerës së fshet, Stop ju drejtua Fakultetit të Urbanistikës dhe Arkitekturës, Departamentit të Restaurimit të Monumenteve, ku në fakt brenda këtij departamenti kemi dy lloj përgjigjesh, që edhe mund pranohet, edhe mund mos pranohet një student që ka përfunduar art grafik në Itali. Kam shumë e tezës kam mbaruar në Itali, do të bëj masterin për... Mbaruar aplikimin për master? Po mirë mund ta bëj vitin tjetër, po dim çfarë. E kemi dorëzuar shpallën Ja do të njoftoj, mos e pengo. Për aplikimet çdo vit shpallën njoftimin në faqen e fakultetit. Dhe ndryshojnë në rregullat nga një vit në vitin tjetër. Ai do të bëj master për restaurim monumentesh. Bravo. Kam mbaruar grafik arti. Jo, nuk lejohet, sepse na lejohen vetëm nga arkitektura dhe inxhinieria e ndërtimit. Po duhet t'japin në një provim atë, do t'japin. Absolutisht jo. Programi lëndë nga kjo del nuk kanë pranuar? Jo, thjesht arkitekturë dhe... Tani ato separatër dhe janë grafik. Jo, është programi lëndor si thot goca, dhe tashi që mos jemi të dyzuar, do ja kaloj atij departamentit e kërkesën, edhe do të sjellë ajo email se si është. Ne duam sa më shumë të studenta, mos e shiko si kështu. Madje ne duam të thithim shumë më tepër. Shiko, unë do doja ta merr që të vitate. Po tjetër, që ta mirë. Po që nuk e vendos shumë. Është e njëjta situatë që përsërit edhe me vajzën, pasi një herë u pranua dhe më pas u përjashtua nga lista e fituesve. O goc, se të shim duke së përë se të nga kuptu. Në lodhe, nuk plëco kriteret mi nëndë që lene këtë punë. Se ngull këm të shi. Nuk plëco kriteret. Aj. Ti mund t'jesh një artiste e shkëlqyër një zhë, nuk ka kriteret këtë punë. Po shumë për bravo. Po s'mundet e ty të të besoj për restaurimin e monumenteve të kulturës, ikonave, e kishave, ku du gjamive të... Jo, duhet njerës të shkolluar moj vajzë për këtë punë. Shiko dhe njerë, se vajza mund t'jetë shkolluar, po duen të profesionit, të degës, të artë. Të asaj dege. Bravo. Digjeni. Misioni Stop ndaloi pranë Fakultetit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë për të kuptuar se përse është bërë përjashtimi nga masteri profesional në departamentin e restaurimit të monumenteve. Dhe përgjigjja është përjashtim për shkak të kritereve. Pra, zonjusha nuk vjen nga një fakultet i arkitekturës apo inxhinierisë. Ne kemi një rregullore që miratohet. Po. Vajzës nuk i takon në fjalë sepse rregullore është duhet të mbaruar ose inxhinieri ndërtimi, pra kritere. Pra ne kemi ose inxhinieri ndërtimi ose arkitekturë. Ke bërë aplikimin, ke bërë regjistrimin, tashmë që nëse ti
unë po ta jap mundësinë tash të regjistrohesh. Normalisht nuk duhet të regjistrohesh. Me tash për arsye sepse ti nuk i plotson këto kritere. Studentja në fillim është pranuar, ka paguar dhe tarifën për masterin profesional restaurim i monumenteve. E më pas është përjashtuar sepse nuk ka një diplomë nga arkitektura apo inxhinieria. Nuk dim të themi nëse është parë përmbajtja e lëndëve që ka bërë në fakultetin në Itali me atë të masterit profesional të restaurim monumenteve. Megjithatë, Domenika Baraktari... Shtu ke qenë kokfort gjithë jetën ti Po, pra, insistonjëse, në habite, me këtë insistimin tënë. Domenika Baraktari, tek shërton dhe këtë çështje me vajzën, mbaruar në Firenze për art, dizajner, grafike, çfarë është kjo, doli lista e fituesve të atyre që kishin pranuar. Në pas kritereve që ka fakulteti. Pa kriteret, zëk më ke kriteret. Me gramatur më po them, 0.3% kaq. Numri i dytë fitues. I dyti. I dyti. S'po themi pari. I dyti, inxhinieri. Çeke. O për çeke. Mekanika po... Mund tjetë edhe inxhinieri kështu art grafik si që shvajza. Po mund tjetë edhe mekanike, që problemi ke ti të që. Mund tjetë edhe kështu inxhinieri ekonomike, ku du se që janë këto dek të reja. Tu thot vjen nga një dek ekonomike, më. Ekonomike! Sa më mirë atyre që ka ekonomike. Më ngrive gjakun, thashe ka parë për inxhinieri. Të rafte mira më ngrive gjakun. Desh na vajtën kisha dëmë. Po. Ekonomike. Pa sa qenë për ekonomik mordial. Pa tjetër, për. Ngrive gjakun sa të rafte mira. Ja, dakord. Thash se e kanë marrë për me inxhinieri. Jo. Ekonomik. Po duhet mërë se kush dhe i bëj ato tenderat e... Tenderat e bojrave, atyre gjërave. Këto, të lachrave, tullave, skelave, kupton apo jo? Ne jemi të rep në kriterë, kur i zbatojmë? Pra, ti mund t'kesh mbaruar më qupër për dizajnë apo grafike që është atë në Venecia, ama të del një me ekonomik, restauratora je, kupton apo jo? Sepse goce, sa heqen Shqipëri restauro diçka, më rëndësishme është vjedhja fondeve, se sa restaurimi. Shu që duhet një ekonomist i mirë, që ta... Dërgo, profesor Apollon Bache, qartë të pasur, në intervjistën e ti thot, babajnë e kam pasur inxhinier hidraulik. Po nuk besoj do të se mervesh për të bërë një shatrivan, kupton apo jo, apo për të riparuar, ku diun, për restauruar një ikon. Inxhinier ka qenë ai, hidraulika, ekonomika, ku diun se çka. Ai thoshte ku futej tubi, në shatrivani. Shatrivani nuk e Se shatrivani do një, pra ma afër është një art designer, një grafist, a çfarë është qupa se sa një ekonomist. Pra, kjo ishte ironia që përdorëm unë e këntja në gjithë emisionit. Ta provoj fatin nga Firenca, nga këto vëndet, se këtu... Ikmi gotës atje, sa ti bosh të i veni. Pra kjo e pëthoja ishe një ironi e therse, e qartë, e kanë kuptuar ata pedagogë janë atje që e muhuan vajzës së drejtën për të bërë masterin, sepse ka kritere, dhe po këto a ishin që këto kritere i shkelin me dy akoma duke fut një njëri, që minimalisht nësë është në fushën e ti atje ku e kërkojnë këta, minimalisht nga universiteti privat ku ka ardhur mund t'jetë dhe i art designer, pra nëse keni lejuar atë art designer, pse nuk lejuat vajzën? Minimalisht nëse jam në të njëjtën frekuencë. Në qoftë pasaj kështu ekonomika, kontabël, ku diun ç'është, faqin e zezë. Ndiqeni pak. Stop ka siguruar listën e fituesve në masterin profesional restaurim monumentesh për vitin akademik 2023-2024 dhe duhet të thënë që është fituesi numër 2 që vjen nga Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike Albania University. Nuk e ti, me të drejtën. Edhe unë duhet ta shoh domethënë. Nga 30 kuota të miratuara në masterin profesional restaurimi monumenteve, kemi vetëm 11 fitues, ku një prej tyre është sërish jashtë kritereve. Në qoftë se do jetë dashamirësia departamentit të restaurimit të monumenteve në Fakultetin e Inxhinierisë dhe Arkitekturës, mund të kemi rishqyrtim të kritereve dhe kështu do të hapet rruga dhe për studentët që duan të fillojnë këtë lloj masteri dhe që vinë nga një fakultet nga jashtë vendit. E megjithatë ne kërkuam mendimin e akademikut Apollon Bache se kush është më afër restaurimit të monumenteve, dikush që ka përfunduar një art grafik apo dikush që përfundon inxhinierin. Profesor, ju kemi njohur me rastin që po trajton emisionin Stop.
A është i drejtë ky veprim? Parasarim monumentet, do thotë se tek ne monumentet kanë kuptim të gjanë, hynë edhe ikonat e këto tjerat, arti grafik do të ishte gjë më e përshtatshme. Do thotë ju tregova këtë që i mat ka qenë inxhinier hidraulik, po unë nuk e di se si mund ta rregulloj ajo një ikonë ose një gjë. Kurse arti grafik qëndron shumë më afër se hyn atë në anatominë e një pikture. Pare punës ka mundësi restaurimi se ka gjubletat e vjetra, ka qilymat, ka lloj formash restaurimi, kështu që nuk është vetëm të bësh Davidin e Michelangelo. Duke qenë se është për grafik designer, masteri për atë punë bëhet 2 vjeçar. Po pra që është një hap tjetër, pra, nivel më të lartë. Kuptoj gjërat. Pra ju si mendoni, e ka më kollaj të bëj diçka, të restauroj, apo një piktur, apo të korrigjoj diçka, një art designer që me grafika e me gjëra, apo një ekonomist? Apo një inxhinier tekstili, apo një inxhinier ndërtimi? Kush e ka më kollaj këtë? Ekonomist më po të them, se ka fatin e fillestarit. Bravo, lutem. Urdhro? Si qeshin këto mironin tonë? Po pra, edhe kanë kuptuar. Edhe e kuptojnë sarkazmën, e kuptojnë gjitha. Janë qëtë hash. Janë të kapshme. Qëtë hash janë. Ju si hash jeni. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Dhe pak që ngrita me natë, lutem. Po, vajta tek burimit. Ka dhe një videoklip, baje që i gomarin këshu, dhe posh, këtu që të mos duket, këtu, që mos duket, që të mos të bije, i që këtë dorën, baje... Qoje, i këse e bëj vetë. Qo, largohu pak ande, se mëse plan e gomarit, pra është gomari dhe qytetari që... Ve e këngën, bërë, ve e mërë këngën. Për qa përdoret gomari në këtë rast? Për të? Për të mbajtur. Më falj. Edhe unë, po të laja unë, jo kjo rregu. Fajn e ke ti. Pa tjetër. Sepse kur nëzënë si është i nëzënë, nuk nëzënë. Ajo është gotë nëzënë, ajo është nëzënë se nëzënë. E nëzënë, po. Se do të ambushesh pra? Ka të të lagi të bëhet qullë vëndi. Apo jo, do të flasim për një fshat minderuar. Po lere të që ke supa, ajo të su nga troma të lere. Në Shijak. Në Shijak. është një... E avarë se u shkrive. Bo, se vetëm ti qesh me budallakun tënë. Mos qesh, më lere. Në Shijak. Në Shijak ngrihet fshati ka 6 muaj, 1 orë larg për të mbushur ujë. Vetëm 1 orë larg. Klaudia Jazegjie Bokorçën për orë gjys, ato shkojnë në mushin ujë, shkojnë në vit 1 orë, e shkojnë në vit 1 orë tjetër. O Shijak me hallet që na bone o Zot, si kënga. E ke atë kongën, e ke, nuk e ke. Që ka nga Shijaku e që nga shkeli buzës parë. Le dhe më të... Kanë vetëm 6 deri në 7 muaj pa ujë. Po pse do thoni? Do më thonë, se 6, se 7, po... Që rëndësi kama, por rëndësishme që bëjnë 2 orë në ditë rrugë, shkue ardë për të mush ujë. E kupto? Po shnona e shkrejt atje të rëgo kurizin qullë. 63 vjetë që më thotë. Tu majtë bidona. Ty e te pronë, jo 2 orë me shku, 2 orë marë. 1 orë me shku, 1 orë me ardë. Që është gjysë për gjysë. Gjysë për pa. 2 orë gjysë e për thësh, shkue ardë. Ndigjeni pak. Kjo është një pamje e zakonshme dhe krejtësisht normale për banorët e shtetelit në bashkinë e Shijakut. Nuk ka ujë të pishëm ky fshat, banorët na thonë se prej 6 muajsh të paktën, ata detyrojnë që të shfrytëzojnë kafshët e punës, konkretisht gomerët, për të shkuar rreth 1 orë larg në vendburimin më të afërt për të furnizuar me ujë për nevojat e tyre të përditshme. Jam të paqamet! Uj, s'ka! Unë jam rrugë madhe! Sa muaj keni pa ujë? Sa muaj, 6 muaj kina! Pse? Pse? S'ka shtet! Ka marrë vodët ku vëm tash!
qevi, pa prish pa mbaruzi thonë ja. Këna mashtru. Mashtru? 7 muaj fiks kemi. Arsyeja? Arsyeja të thonë se s'kemi pomë. Ku e merrni tu më përpara? Ujtën e morim, këtë dobëzit e ka ujë sa dush, për nuk e bin vetë. Tu në fshat? Fshat, amin e vogël. Ka bashkia. Nuk ka pomë, thotë, dhe pendër, s'ke punë zgjat ka 5-6 muaj, kur Po, si ja bëni, për zonë, përshikoj kafsh pune këtu, gomerët që ju i shfrytëzoni për të shkuar ku? Për pusët e vjetët të kohës. Ku janë? Në për Baçani, në për Garrona. Kjo çezëm zotëri prej të paktën 6 muajsh nuk ka hedhur një pikë ujë. As e pikë ujë. Kemi qenë në bashkie, kemi qenë në komuna. Rreth 60 minuta dhe këta banorë më në fund me shumë vështirësive të infrastrukturës kanë rritur këtu bashkë me kafshët e punës. Që si po, zoni, 63 vjetë. Ujë në dirë si e bërë për ta? E pra, a është të kalajt, kësë është të kalajt. Sa vjetë që jeti? 63. Shura ka jetë. Pasha me ti. Ke fuqi ta ngresh gjithë të bidon? Një më ka e kumshia. Dimoni njëra tjetër. Po, shkënimi që shoqen. Pa. Gomari i parë u ngarkua dhe është gati për të marrë rrugën. Kemi edhe 60 minuta të tjera nderuar miq për të shkuar në fshat. Zotëri, në një pamje të parë, fshati juaj, ose më saktë zona juaj në përgjithësi është shumë e bukur, shumë interesante, por edhe rrugë nuk pas. Tu nuk e di ka shkon lekët. Pra, po flasim sot që ju nuk keni as rrugë, nuk keni as ujë, nuk keni... Katastrofë, asë nuk. Për të rinë të ka hek në halli. Që të bëj të këmë më dërime mua, ti që të bëj? Që të shesim, që ku të hapë? 8.000 lek pensiona, paguj dritet, paguj ujtë. Doam uj! Doam uj! Doam uj! Baruam do të sepse është prishur pompa. Është një pompë që është prishur. Një model ka prodhuar që e ka bërë. Dhe vdiq në një aksident dhe s'u bë modeli dytë. Është një pompë shumë e rrallë. Nuk u bën pjesë për ta... Fatkeqësia e këtyre banorëve që ura kjo pompë. Pa kjo pompa. Kjo pompa është nuk... Bajtëm folëm me administratorin. Që folëm? Dhe më thënë, a i e ndjen të thellë... A i dëgjonte. A i e ndjen të thellë gabimin që ka bërë, po... Rendi vjen shumë, po... Më të gjesh moj. Rendi shumë i vjen, po, thëtë që... Funa më në thaj gjo. I këna bëthirje dhe shëgjatave humanitare, ditë në nënimojnë. Po mërë... Që kujto ti? Po mërë UNDP-ja, qajnë ka UNHCR-ja. Oke. Pra, o shtetë tjere. Ka shtetë tjere të thëllomët. Shteti shtetë. Sa ten kur ka zjedhje e votime, si qojmë kom gjithë, si ka rrethimi 2 krujës. Rëp në kom. A shi, thot isha Allah, po vjeni i shëqat, pa mirësie. E qeveri japoneze, ne jo vetë, veni dorën zemë. O japonez, ku jeni, mërë veni dorën mërë zemë për këtë popullë, mërë. Ke vonë men, dhurat nga qeveria japoneze, makinat. Zjerfikset nga kroatët, oke. Spitalet tonë, to shtretër nga qeveria Arabi Saudite. Veni mërë dorën zemë, mërë ku jeni, mërë. A keni shpirt, a keni zemër, mërë, qarë boni kështu? Arabo, Habibi, welcome to Shijako. A më mërjau? I pompë më për kërkojmë, i pompë. Më mërjau. Ju e qoni shkëtir 200 km larkë. E ke paso shadrevonim Dubai, sa është ajo pompa një që ujnë një? Ma se qoni 200 metra ujnë ati? Por edhe ku kamë, se po themi Dubai, ku kamë, në Itali, italiano, i Koqerosa, në gjomër. Karitasin mërë. Operacion Pelikan. Vjeni në Shijako. Digjeni administratorin. Astrit Remili, kështu quhet administratori i njësisë Gjepale ku bën pjesë edhe fshati Shëtel. Në fakt, një administrator ka një detyrë shumë të rëndësishme. Në fundit, ai është përfaqësuesi i problemeve të banorëve. Do të shohim se çfarë ka bërë për këtë problem ky zotëri. Njësia administrative ka dërguar një kërkesë bashkisë për një pompë. Është një kërkesë që juve na e vot në dispozicion, sepse thoni që pompa në këtë fshat ka defekt. Po.
Pa më ka defekt. Ku e sigurojnë ujnë këta banorë zot? Nuk e di. Pra ti administratorit e nuk e di se ku marrin ujë banorët. Po fol mor djalë se nuk je më i vogël tani. Ujë nuk kanë. Që ujë nuk kanë e dim nëse e pam, po ku e marrin? E marrin për burime. Ku? Nuk e dinë. Mos e ke fajin tim gorbir. Zoti Rameli, keni një detyrë të rëndësishme. Pra, ju jeni përfaqësues të disa fshatrave njëkohësisht apo jo? Më i kërkesë bashkisë. Po, e ke bërë. Por, ku e marrin banorët ujin, sepse ju duhet paktën të kujdeseni dhe të dini informacionin se ku furnizohen ata. Ne bëj kërkesë bashkisë. Ku i keni bërë përpjekje për ta gjetur ujin për shkakun? Kemi folur me disa shoqata kështu. Po habitem. Me çfarë shoqatash? Shoqata kështu. Jo, me të vërtet po habitem. Shoqatat bamirëse e bëjnë ujin e pishëm, ata e gjejnë. Shoqatat bamirëse. Jo. Zoti Rameli, këto që thoni nuk qëndrojnë, apo jo? Jeni i vetëdijshëm që nuk qëndrojnë. Shoqatat nuk mund të sigurojnë ujë të pishëm. Pra ju nuk keni asnjë dieni, më vjen shumë keq që po u them, por ju nuk keni asnjë lloj dienie se si e sigurojnë ujin e pishëm këta banorë që janë banorët tuaj, ju jeni përfaqësues të tyre. Sa herë jeni interesuar ju te bashkia? Asnjëherë. Disa herë. Asnjëherë, zoti Rameli. Pra, ne sot shkojmë atje dhe e dim se ku e marrin ata ujin për momentin, në mungesë të ujit të pishëm që duhet të ishte, por nuk është, dhe ju si administrator nuk e dini. Shumë gabim. Kështu që nesër në mëngjes do paraqitesh te drejtori i shkollës bashkë me prindin. Mirupafshi. Sa lek bojo pompa? Bajtëm bashki. Kushton mërë, për fakti që janë fut organizata humanitare, kushton mërë bën lek. Pa sa mërë? Po duhet bëjmë mërë, se kur janë fut gjithë organizator, mundësuar nga dhe fillojnë sponsorat poshtë. Gjithë, që pyet më re. Nuk o problemi, thot ky zotnia në bashki, që ne nuk pagujmë. 15 milion lego që ajo. Çështje principi. Jo, çështje që tash duhet të kalkulohet mirë fuqia për punuese, tash janë ca, që mos i lodhe juve, kupto? Unë nuk i djere, pa dhe juve mos i lodhe fare, kupto, me këtë punë. Po edhe largësia janë ca... Lagështira ambientit, presioni ajrit... Kontesimi tubave, bymimi, si e ka, bymosja. Bymimi tubave. Brumosja. Dhe në fund, mas qesh, është një procedurë që duhet bërë dhe shi të qanën, drejtaj, se s'mundet do në shtetin, se e kishe kollaja administratori e tha mirë, më mbjemi në i shoqatë, mori të vetë, bimë ratë, se këtu në shtete, është një procedurë e tërë dhe shi tenderimi, janë kanda, leshi preshi që bëhet. Mi po gjatë sakoj që fjalla bje shpallet ajo, blere një pompe a që është, fiton Gentiani, qohë se mirë ankimohet. Shtyhet pra procedura. Qohët Gendi ankimohet, shafin një 4 orë, që 4 vjetë pa ujë. Bogla. Shu që qa ka në i Vatikana në i... Menoni për këto qytetarë, Kjo qeveria japoneze i në Amerika, në i gjomër. Amerika. Ore këto atë dhetarët e Shijaku që janë në Amerikë, për të mridhën, bëjtë sa fonde, mërë. Ma në barën dhe një tali, më burë. Po fusim me ka dhe lirata. I ka më një 2-3 quna nga Shijaku, quna boba, po i qkruj me sa vide më boni më të mërë. Boni më 15.000 euro atje të blini pomë, se pan që met gratë shkreta. A ke vapti, Klaudja? Se e fikën ato. Unë jam si termometr me zhivë. E fikën për jerë, ngrijet zhiva. Dhe jeni pak. Ja ku jemi tani të ndërruar miq pra bashkisë të Shijaku, do të interesohemi në këtë bashki për të ditur se çfarë është bërë deri në këtë momente për zgjidhjen e këtij problemi. Çfarë ka bërë bashkia në këtë rast për zgjidhjen e këtij problemi? Cila është arsyeja që sot në 2023 për muaj me radhë ata nuk kanë një furnizim me ujë të pishëm? Është një shqetësim shumë i drejtë, por është një shqetësim jashtëzakonisht i madh edhe i joni, jo vetëm i banorëve. Sepse neve na ka dash disa herë që të ndryhym për të riparuar pompën. Është një pompë që nuk na ka dhënë rezultat sepse ka specifika të veçanta për ashtu. Dhe në këto kushte është
krijuar rastet që her pas herë të ketë ndërprerje me furnizim me ujë. Sot jemi në kushte të tjera që duhet patjetër të vendosim një pompë tjetër me specifika të veçanta që ka ajo si pompë dhe që këtë kemi filluar me procedurën e prokurimit për ta realizuar. Si mas afateve ligjore edhe do ta realizojmë që ta kryejmë këtë. Si është zgjidhur gjatë këtyre muajve problemi i furnizimit me ujë të pijshëm për këta banorë? Zgjidhja ka qenë e përkohshme sepse her pas here kanë marrë ujë. Por në momentin që ka pas defekt janë furnizuar nga burimet dhe nga puset që kanë. Ne shpresojmë shumë apo jo që në vazhdim të bëhen gjërat më konkrete dhe të mos flitet më për mungesë të ujit të pijshëm. Po patjetër se diskutohet përderisa është në procedurë prokurimi, nuk ka se si mos realizohet. Sa kushton një pompere? Tu nuk bëhet shumë fjalë për lek, sepse neve kemi qenë gatshëm që t'i përgjigjemi për sa përket fondit. Tu bëhet fjalë më tepër për specifikime pompash. Po mund të shkojë 15 milion vjetra. E kishte Klaudia. Për kokë të ndëgje e kishte. E kishte, moj Klaudia, mos e maj mundin aty e kishte. E kishte, more, e kishte. Se me që Ralafi ullë Klaudia kështu të qpate me deshte të më gjuante me bomba jo. Ha, stilolapse e bagë o po. Në stilolaps bomb. Natën e mirë për shëndiri që kemi të hënën. Natën. Boni tenderin. Bëni pompën, a më minon ujë për kërkojmë. Fillojni tenderin nesër të hënën, që ta marroni paktin për edhe 2-3 viteve që vinë. E 5 ishte fshati mërë. Skandal. Rrugë, jo. Ujë, jo. Nëse do ishte për ta që ujnë Kamçatka, mund të bëj gëbiset. Klaudia Yazëgji, nena, e vajzë të bishë, a ma për kokdenda. Dhe Florida? Florida Ysembeli. Musabeli. Musabeli, prave, e kam fiksu keq. Hajde. Ecim. Thrasim. Thriti. Flonza. Flonza. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.